Kur kanë mbetur edhe 4 ditë nga përfundimi i afatit ligjor për vendosin e gjendjes civile pranë vendbanimit, shtojnë radhët dhe aplikimet. Mbi 40 kërkesa bëhen çdo ditë nga njësitë administrative të kryeqytetit. Në këtë gjendje civile janë, tash të shkojnë në gjendje civile tjetër. Pse e ke lënë për kaq vonë? Më se kemi në shqiptarët. Shti. Për momenti po ndryshe adresën që... Dhe nuk ndryshoni gjendjen civile? Jo. Gjithsesi pse e keni lënë kaq vonë? Por ne tash kemi marrë njoftime dhe kemi lëvizje, ishim në Itali, nuk ishim në Shqipëri, kështu që për momentin dalë shievën dhe po bëj. Punonjës të zyrave të gjendjes civile tregojnë se edhe pse në fundjavë është punuar pa pushim, fluksi ka ardhur në rritje. Ata kritikojnë qytetarët për neglizhencë dhe zvarritje të këtij procesi. Fluksi është shtuar shumë. Ne kemi punuar edhe ditën e shtunë dhe ditën e diel, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4. Kemi pasur shumë regjistrime. Kanë edhe rreth 20-25 vjet, gjë që kjo duhet ishte bërë regjistrime, njerëzit vinë me hipoteka. Ky fluks nuk do të thotë që njerëzit nuk i kanë pasur hipotekat. Njerëzit i kanë pasur, por nuk kanë gjetur kohën. Të premten e 28 korrikut përfundon afati ligjor për regjistrimin falas të gjendjes civile në njësinë ku banon. Pas kësaj date nis aplikimi gjobës prej 10.000 lekësh të rinj për banorët që refuzojnë këtë proces.